Atëherë jemi edhe sot në një seancë apo vazhdim të radhës të seancës, po shpresoj që ngjajshëm me ditën e bukur që sot do të kemi edhe një rezultat të kënaqshëm në kuvend, në mënyrë që të hapet rruga, të zhbllokohen institucionet, konstituohet kuvendi edhe pastaj të vazhdojmë me procedura të tjera kushtetuese. A është emri njëjtë edhe sot? Patjetër që është, siç e kam thënë edhe herën e kaluar, propozimi jonë si parti fituese dhe drejt kushtetuese jona është Albulena Haxhiu, ftoj edhe një herë, lus edhe një herë të gjitha partitë që janë pjesëmarrëse në kuvendin e Kosovës, që me votën e tyre të marrin pjesë dhe të ndihmojnë në konstituimin e kuvendit, sepse kjo është detyrë të gjithë deputetëve sipas kushtetues. A keni pasur kontakt gjatë këtyre 48 orëve me ndonjë subjekt të opozitës së drejtshme për me votuar Albulena Haxhiun? Ne në vazhdimsi kemi po ftesë dhe thirrje që të konsiderojnë votimin në mënyrë që të zhbllokohet procesi, sepse siç e dini nuk është vetëm pozita e kryetarit, është edhe pozita e 3 nënkryetarëve që vinë nga 3 subjektet më të mëdha në kuvend, dhe patjetër që edhe ata emra duhet të dakordohen dhe të ketë një marrëveshje në mënyrë që të vazhdohet tutje. Por ju privatisht e keni thirrë, jo vetëm publikisht. Jo, edhe presidenti privatisht çdo gjë në këtë rast është transparente sepse konstituimi i kuvendit u takon të gjitha partive politike, pra nuk është çështje e një koalicioni qeverisës, siç po pretendohet shpeshherë të prezantohet. Koalicioni qeverisës vlen për qeverinë, e cila pas konstituimit të kuvendit, pra mandatari i ka edhe 15 ditë tjera që ta formojë. Faleminderit.